Ish ushtaraku Bajram Sulejmani ka botuar rreth 11 libra me poezi. Libri më i fundit është Qielli i Krisur. Motivet e këtyre librave kanë buruar theksonej nga jeta në terren si ushtarak mes maleve të jugut. Deri tani janë botuar 11 libra, që të gjitha këto libra janë me poezi. Nuk di, domethënë, cila ishte shtysa, por si duket ajo jetë e oficerit, ajo jetë shtegtari, ajo jetë, domethënë, e kaluar më tepër maleve, sidomos në pjesën e jugut të Shqipërisë, më shtyu, më ngacmoi që të merresha me këtë pjesë të letërsisë. Më i fundit është botimi i librit Qielli i Krisur. Në poezitë e tija, Bajrami thekson se ka pasqyruar krahas shumë motiveve edhe dramat e rënda jetësore që ka kaluar në familje. Libri i fundit që është botuar titullohet Qielli i Krisur. Ka disa motive të cilat më kanë shtyrë të shkruaj poezi. Spari, ndoshta nuk duhet ta thosha këtë pjesë, por nuk mundem do ta mbaj, është ajo pjesë e jetës time, një dramë. Humbja e djalit tim dhe pas tij humbja e bashkëshortes time. Një shtyllë tjetër e cila më shtyu të shkruaj në vargje ka qenë profesioni im. Nuk është profesion oficeri, është mision. Dhe për 48 vjet ky mision më ka lënë pas shumë kujtime, të cilat mendova se duhet i hidhja në vargje. Kritik të artit e kanë vlerësuar shumë poezinë që e ka realizuar në libra, duke theksuar se poeti arrin të futet qetësisht në shpirtin, fjalën dhe vargun dhe magjinë e poezisë së Lazgush Poradesit.